لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falëndërimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun Gjelle Gjelalu. Ata falënderojmë prej Tij fale dhe udhëzime, kërkojmë salavat dhe selamet për shëndetjet më të mira mbi të dërguarin më të mirë, mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi shokët e Tij besnik, mbi familjen e Tij të pastër dhe të ndershme dhe çdo muslimani i cili ndjek rrugën e Tij më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamat, do të ndajmë disa minuta para hutbës së xumas, të shfletojmë nga libri i Zotit, nga suneti Muhammedit alayhi salatu wassalam, dhe do të shoqërojmë komentet të dietarëve si zakonisht dhe imamëve të muslimanëve mbi komentimin dhe interpretimin e saktë të dy shpalljeve të Zotit te bareke ve teala. Ne jemi në vazhdën e haditheve të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, të cilat i ka grumbulluar Imam Buhariu rahimahullahu ta'ala në librin e veçantë të tij El Adabul Mufrad, ku ka përmbledh një varg hadithësh të titulluara në kapituj të ndryshëm që kanë të bëjnë me edukimin dhe disiplinën e një besimtari të mirëfillt, i cili dëshiron që ta ndjek në përpikmëri sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Jemi te kapitulli i cili ka zgjat pak për dallim nga kapitujt e tjerë, ku e ka titulluar këtë kapitull Imam Buhariu Babu Da'awatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapitulli lutjeve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe ka sjell një varg lutjesh të cilat i ka bërë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Përmendëm në disa prej xhumave këto lutje dhe kjo argumenton shumë fuqishëm për rolin dhe rëndësinë që ka duaja dhe lutja në jetën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pra, nëse thot dikush sa shumë kapituj të lutjeve, ne themi ka edhe më tepër. Ka edhe më tepër nga se këtu Imam Buhariu i ka përmbledh të shkurtra dhe i ka përmbledh në mënyrë të rezumes. Andaj, kjo argumenton se lutja, duaja, ngritja e durve të Zotit Madh te bareke ve teala ka qenë zakon i përditshëm, i përnatshëm i Muhamedit alayhi salatu wassalam. Andaj, ne nuk mund të mësojmë këtë lutje. Madje shumë prej muslimanëve s'kan mundësi të mësojnë këtë lutje, por duhet ta mësojnë tërësien. Në kuptim se pejgamberi alayhi salatu wasalam lutej për këtë. Apo, e do të vim te hadithi ku pejgamberi alayhi salatu wasalam i tha një sahabi, tha ja Rasulullah, këtë lutje u bën shumë dhe ne nuk mund t'i mbajmë mend të gjitha. Andaj ka mundësimin ai shkurtue dhe pastaj e ka treguar metodën se si me arrit qëllimin komplet pa e mbajt men tër atë që ka bërë lutje pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Hadithi i radhës që e ka sjell Imam Buhariu për lutjeve të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam është lutje e njohur të gjithë besimtarët. Shumica e muslimanëve e njohin këtë lutje, e bëjnë këtë lutje, mirë po do ta shohim se çfarë është për qëllim me këtë lutje. Është lutja e njohur të cilin thot Anas ibn Malik, shumë e kam dëgjuar pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam duke e shpeshtuar këtë dua. Pra shpesh herë kam dëgjuar, shumë e shpeshton të këtë dua. Shumë herë kanë edhe shumë e ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Cila është kjo dua? Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahumma, në transmetime tjera, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Është lutje e njohur që thonë rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Thot Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, shumë e ka bëu këtë lutje pejgamberi alayhi salatu wasallam, nga se është nga lutjet e përgjithshme, është nga lutjet përmbledhse. Apo nëse s'dim u lutu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Kjo është për lutjeve të përgjithshme të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Si përkthehet bukfalisht pa para se ta kuptojmë çfarë është për qëllim? O Allah, Zoti jon, na jep në dunja të mira, na jep edhe në ahiret të mira dhe na ruaj nga zjarri i xhenemit. Kjo është duaja pejgamberit alayhi salatu wassalam.
Mirë po djetarët e muslimanëve kanë komente të ndryshme të fjala e pejgamberit alayhi salatu wassalam, nga se kjo ka ardhur në Kur'an: "Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab." Sadaqallahu al-azim. Kjo lutje është cituar në Kur'an tek haxhilerët, të cilët janë në haxh. Thot Allahu xhelel xhelalu, dhe prej tyre ka njerëz të cilët thonë: "O Zot, na jep në dunja të mira dhe në ahiret të mira dhe na ruaj nga zjarri i xhenemit." Dhe kjo është duaja të cilën pejgamberi alayhi salatu wassalam ja ka thënë edhe atij të sëmurit, i cili ishte smuar shumë nga duaja e tij e gabuar. Një njeri në kohën e pejgamberit alayhi salam ka bëu dua, ka thënë: "O Zot, çat azab shka kime më dhënë në ahiret bjema në dunja, që mos ta kam atje." Dhe ka fillu mu smu dhe është zvoglu dhe është bohe si kur tesha kur hin ujë. Thot sahabiju, dhe kemi shku vrap me pejgamberin alayhi salatu wassalam, dhe ndër duat që ja ka mësu, ka thonë: "Nuk ban me thanë ashtu." Që ke thonë ti? Ka thonë: "Po çka me thanë ja Rasulullah?" Ka thonë: "Thuj rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar." Pra ka qenë prej duave e cila nxjerr për krize. Kësaj ka bo dua gabim. Ka thonë: "O Zot, çat azab shka e meritoj me madhan, ose ki me madhan në ahiret, ma jep në dunja." Ka mendu se qështu lirohet për azapit të ahiretit. Mirë po ka edhe shpëtume të tjera, cila është: "O Zot, mësum dunja as dunja as në ahiret, rujën vizjarë i xhenemit." Tani djetarët e muslimanëve kanë komentuar komente të ndryshme se çfarë i bie na jep të mira në dunja dhe çfarë i bie na jep të mira në ahiret. Fillimisht, çka është na jep të mirë në dunja? Kanë diskutuar dietarët në 7 komente se çka është e mira e sinuar në këtë dua. E para prej tyre, sikur që ka ardhur nga Aliu radhiyallahu anhu, ka thënë: "Rabbana atina fid dunya hasanatan ay al-mar'ata as-salihah." Ka thënë Aliu radhiyallahu anhu, është për qëllim: "O Allah, në dunja ma jep një gruaje të mirë, të devotshme." Kjo është komenti i parë. Por një grua e mirë është komenti i parë se hasene, ma jep një të mirë në dunja, është për qëllim kjo. Dhe pastaj ka edhe komente të tjera. Pse gruaja e mirë? Nga se ata që kanë thënë është për qëllim gruaja e mirë, nga se një numër i madh i punëve të mira në dunja varet nga gruaja e mirë. Edukimi i fëmijëve, mbajtja e familjes, mbajtja e shtëpisë, rujtja e nderit, rujtja e moralit, e kështu me radhë, janë të lidhura me gruajen ngushtë. Kur ajo i ruhet shoqëria. Andaj me një fjalë, nëse kemi një grua të mbrojtur, të ruajtur, të ndershme, atëherë shoqëria është e ndershme. E nëse gruaja prishet, dhe çnderohet dhe amoralizohet me ta, atëherë edhe shoqëria ka më prish. Çka ka me dalë një evlat nëse nuk merr tërbijen nga nana e vet. Andaj është komenti i parë, gruaja e mirë. Komenti i dytë: "O Zot, na jep në dunja të mira", është ibadeti. Pra na mundso o Zot me të bëj ibadet, me të adhuru tyje. Apo, dhe kjo është prej komenteve të parëve të muslimanëve, sikur që ka nga Hasan al-Basriu. Pra, Rabbana atina fid dunya hasana, o Zot, na jep të mira ibadet në dunja. Pra ma mundso mu fal, me agjëru, me dhanë zeqat, me bahal. Kjo është e mira. Dhe nuk ka ma të mirë sa njëri me e plotësue ibadetin. Se për çta është krijuar? Ama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk i kam krijuar e gjinët dhe insanët pos me madhurue. Krejt zhvillimi i botës është për adhurim. Krejt bota, shiko, krejt bota çka mundohet e raskabitet për të zhvillue, Zoti ketë këto i ka lip që ti të bësh adhurim, që ti të adhurosh Zotin e madh te bareke ve teala. Natyrë që madhurimi nuk përkufizohet vetëm me ceremonit fetare. Edhe dia është adhurim, edhe studimi është adhurim, edhe puna në halal është adhurim, se ti me ta e mban familjen. Çdo angazhim i joti me të cilën Zoti ka angazhuar, dhe ti me atë angazhim dhe atë kontribut e zbraz tek familja apo te shoqëria, dhe ajo i kthehet me levërdi shoqërisë, dhe ti këtë ta e bën për hir të Zotit, kjo llogaritet adhurim. Kjo llogaritet adhurim. Për këtë arsye ti gjen sahabët e pejgamberit alayhis salam se ata bashkonin mes adhurimit kësaj bote
dhe adhurimit të ahiretit në kuptimin e punëve të cilat janë të pastërta për ahiret me punët të cilat janë të kësaj bote, por shpërblimin e kanë gjithashtu edhe në ahiret. Andaj, e dyta cila është, o Zot na jep të mira, na mundso me ta adhuru Tyje. Kuptimi i tretë është se është ilmi. O Zot na jep ilm. Rabbana atina fid dunya hasanatan ay ilman wa ibadatan. Ilm edhe ibadet, na jep ilm. Çka është ilmi? Dija, dituria. Njeriu gjithmonë ka nevojë për dije. Kur s'përfundon dija. Sado që të mësosh, sado që të profesionalizohesh, edhe nëse bëhesh akademiku numër 1 ustaj në ta, prap ka dikush që di diçka më tepër se ti. Kjo dhe i ka ndodhur Musait alayhi salatu wassalam. Ku Musa alayhi salatu wassalam një ditë prej ditëve e pyet njëri prej xhamatlive të vet dhe i thot: "O pejgamber i Zotit, ti ke folur me Zotin e Madh xhel xhelalu. A ka dikush që di më shumë se ti?" Dhe për një moment është habit. Musa alayhi salam ka thonë: "Nuk e di që dikush di më shumë se unë." E Allahu xhel xhelalu i ka thonë: "O Musa, jo. Është një njeri di më shumë se ti. Jo në kuptimin më shumë të asaj çka ti e di, po janë do ilme që ti si di ai i di. Por dyshë Musa ma i dishëm se ai. Ma i dishëm se Khadiri. Çka i ka thonë, shkolli për një njeri, e ka jemi kështu, këshyre sa ai çka di ti s'di." E kur Musa alayhi salatu wassalam është njoftu se është një njeri që nuk di, Musa çka di ai, parameno unë edhe ti. Edhe nëse je doktorin i fushë, ti si e gjithë dishëm në atë fushë. Leje që nuk i di këtë fushë tjera, ajo dihet që ti je i kufizum, po edhe në qatë profesion që ka e ki ti prapi i kufizum ta. Në nuk po flasim për këtë fushat, për fushën tane të specializume. Ti edhe në qatë ta ki sene që ka nuk i di. Hafëzi ma i madhë në botë, ka diçka që ka nuk i di. Apo, sepse nuk përthekohet, nuk përfshijet dija. Ilmi përfundon të Zotë i Madh xhelle xhelalu. Andaj, kuptimi i tretë është ilmi. O Zot na jep të mira në dunja, pra na jep ilm. Kuptimi i katër është Rabbana atina fid dunya hasanatan ay al-mal. Thot Sudiu dhe Buail është për qëllim pasuria, halal. Pra o Zot na jep ushqim halal, na jep pasuri halal. Pasuria është prej faktorëve kyç të krenarisë dhe fytyrës së njeriu. E kanë bërë Sufjan al-Thaurin rahimahullahu ta'ala, i cili ka qenë njëri prej dietarëve në rangun e në kohën e vet, s'ka pas dikush mundësimi mrije rangun e atina. Dhe ka qenë i pasur. Dhe ka bërë disa zhvillime tregtare. Pra jo vet, po ka investuar tolla dhe ato janë zhvilluar me parët e tina. Dhe njëri prej nxënësave një ditë për ditëve e pyet, thotë o hoxh, ti i përkushtum në ilm, në adhurim, për kushtimin e fesë, pse ki akcione, pse ki biznese? Edhe çfarë i ka thonë? Si është përgjigj? Ka thonë, mos me qenë këto holla, mos me qenë këto dyqane, mos me qenë këto tregtitë të cilat tregtoj me to, na marrin pasanikat edhe mbretrit, edhe i fshin hund me neve. Na marrin për mindil. Boti kur je i varfër dhe i nevojtar, pasaniku lun me ty, i fshin hund me ty, qatë ngrejnë zhak, dhe ti shep plot autoritete, për shembull, i cili nuk du të mund ngrejnë zhak, a ngrejnë zhak, se s'ka pavarësi. Nuk ka pavarësi. Andaj ka thonë, ne erujnë pavarësin me pasuri. Andaj, Rabbana atina fid dunya hasana e il-mal al-halal, pasuri halal. O Zot na jap nga pasuria halal, që ta ruajmë ujin e ftyrës, që ta ruajmë ftyrën, nderin, familjen, e kështu me radhë, dhe në thelbin e këtë kësajna, cila është nderi njerëzor, që ti mos të kesh shpërdorësh për i dikujna. E pesta është al-afia. Cila është al-afia? Al-afia të na përdorët si shëndet, por është më e gjanë se kjo. Apo? E pesta është na jep o Zot të mira në dunja, pra na jep shëndet. Apo shëndet. Dhe ne edhe në gjuhën tonë, apo e përdorim edhe për shëndetjen me shëndet. Pra, për shëndet, paq shëndet. Shëndeti është për begative, mas të qenurit gjallë, ma e mira që ekziston. Që je gjallë, s'ki vdek.
Minjerë mas kësaj, për ta gëzu këtë jetë, duhet shëndeti. Andaj pa shëndet ti s'mundesh me bë kur gjë. Shëndet, imuniteti me të cilin ti lëviz. Se një grip ti gjallë je, si mësë me ka një gjallë. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith që ka dhënë Imam Buhariu, çështja më pak e vlerësuar në mesin e njerëzve që ha shëndeti dhe koha e lirë. Ka njëri shëndet, lun me shnetin e vet. E thotë se, ama nuk zgjat gjithmonë shneti. Nuk zgjat gjithmonë shneti. Dikur fillon me kalkulu ndryshe ma dopt. S'munësh me vrapu njët, s'munësh me ec njët, paraqitën smundje e kështu me radhë. Andaj, o Zot na jep të mira. Kuptimi i pesë i ulemave cila o Zot na jep shëndet. Kanë thënë disa dietarë, afje, këtu është për qëllim çfarë? Na jep mirësi e cila nuk na vjen e keqja nga asnjë anë. Kjo është afje. Ja, kjo është afje. Pra, kemi shëndet dhe nuk na e cënon këtë shëndet asnjë lloj pasigurie. Kjo është komenti i pesë i ulemave. E gjashta, Rabbana atina fid dunya hasanatan ar-rizqa al-wasi'. Ka thënë dietar, o Zot, na jep të mira në dunja, është për qëllim, ke dua ti për ditë thua. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Por mirë është me mësu çka i të thon, çka i du lip. Kuptimi i gjashtë i du lip rizq gjan. Rizq gjan. Ne kemi fol për rizkun dhe pasurinë. Çka dallon rizku mbi pasurisë? Rizku është hiseja e pasurisë që ti e përdor. E pasuria, ajo parja, është numrat të cilat ti i kije. E njëra prej komenteve është na jep o Zot çfarë? Rizq gjan. Ti mundesh mi pas 1 milion euro, po thot sunin nxeri, çfarë rizq jo ato, sunin nxeri ato do. Ti thua ai ki, po i kam thot. Po i thua bemi sunin nxeri thot. Aty këtu ngatron apo ti mundesh mi thon, a jam me prona jote, shkon i thua, "Abe ç'ke prona jeme?" Po prona jote thot. Po s'e ne marr. Dhe shpesh njëri di mund ngatru kështu. Është e jotja, po s'e ne marr. Ka shumë gjëra. Është e jotja, po s'e ne marr. Është e jotja, s'e ne shfrytëzon. Nuk e kije një mundësi një e kështu me radhë. Apo ti ka mundësi për shembull, e ki pajisjen, e ki telefonin, e jotja, e ki me letër me këtë e ke pagujt. Apo edhe e haron kodin. Fjalën hyrse. Nuk e di pasportin. Edhe çka ban? Ne i thot, unë e jemja, e jotja, e dim që e jotja. Hajde. O e dytë me quhen mjeshtë. Që kjo është ideja se risku është ajo çka e përdor. Apo të mshelet kerri, angatruhe, e jotja, usu në thanë me grije du të qelës. Spunon qelësi, spunon laseri, qëta du të me përmirësue. Andaj, shumë gjëra ti mund është mi pasin koletën tonë, së një shvizon ato. Së mund është mi shvizu ato. Pra këta syje, disa vre ulemave që kanë thanë, o Zot na jep të mira në dunja, na jep rizq gjan. E kanë thanë djetarët, si kur që ka përmeni Ibn Qayyim el-Jauziyja, rizku nuk është vetëm pare, rizku është edhe nder, edhe autoritet, edhe në mirësi, edhe në buzëqeshje, edhe në grujet mirë, edhe në shtëpi gjan, edhe në qetësi. Krejt të janë rizq, edhe dosti i mirë, rizko, edhe miqësia e mirë, rizko, edhe të qenurit e njeri i lumtur, rizko. Shpesh e njerëzit nuk pyesin, a e ki pa zakonisht, sidomos të na, se jemi popull kurështar. Sa i merë pare rok, pyetja e parë, ku të hien punë njeri, sa po t'i japin. Nuk pyesin a je i knasht me rogën dhe a i plotson nevojat e tua dhe a je raziti me atë pagë. Jo, neve na intereson shifra. O ti mundesh me morë me mia, o s'je i knasht. Nuk je i knasht. Andaj, pyetja më e saktë është a je i knasht me pagën, jo sa pagë merë. Ka njëri për shembull i merr 1.000-2.000 euro, so i knasht. Tjetri ku veton me më pak, po është i knasht, alhamdulillah, miro. Ti thu, unë i marr 7 fishin tan. Ai thotë, s'm duhet 7 fishi jot mua. Unë jam razi me këtë rizq çka më ka dhënë Zoti i Madh xhelel xhelalo. Andaj duhet me lut Zotin e Madh xhelel xhelalo për rizq të gjan. E rizku përfshin një varg gjërash. Edhe e shtata, cila është e shtata, kanë thënë dietarët, është o Zot na jep, çish është fjala vet, na jep begati. Rabbana atina fid dunya hasanatan ay ni'matan. Na jep të mira, begati. Kjo çka përfshihet begati, gjithçka çka është begati.
na jep dunja. E çka ka begati pikë kësaj dunjaje? Ka thënë dietarët, çdo begati e cila përfshihet halal. Rabbana atina fid dunya hasanatan. Andaj ka përmend Allahu xhelal në Kur'an se disa prej njerëzve kur lutën, i lutën Zotit, apo çka bojnë? E harrojnë me thonë hasanatan. Çka thonë? Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Thot Allahu xhelal xhelalu. Ka prej njerëzve të cilët thonë, o Allah, na jep dunja neve ti. Harrojnë me thonë halal, rizq, të lejume, si përmeni këto, hasanatan. Na jep ti neve. Allah thot, në rregull, në ahiret kur gjon s'keni. Një fjalë ka dallu. Cila e dallon? Cila e dallon kërkesën e një besimtari? Për shembull, se i zona një besimtar musliman dhe një pagan. Tu ditë i kanë çudur ka Zoti i Madh xhelel xhelaluhu, edhe muslimani edhe mushriku pagan. Tu ditë më thonë, o Zot, na jep në dunja të mira. Dallimi është se pagani nuk thot halal. Ai thot jep pasuri. Dhe fatkeqësisht kjo ju ka fut kjo metodë edhe shumë prej muslimanëve. Ti marrën në një herë, çfarë ti merresh valla? Ka dalë pak merre halal. Merre halal se nuk duhet harami. Wallahi ato shifrat të cilat ti fiton haram, kret azab kanë më të bo. Si dush me kalkulu për mjerimin e si cilit njeri apo për vetin, kalkuloj haramin tanë. Sa pare ki haram? Pe supozojnë akështu, i ke morë 500 euro halal, 500 euro haram. Ki me kanë për 500 euro i lumtur, për 500 euro i mjerum. Hara 500. Këtu ki me kanë hara 500 halal. Andaj, lipe prej halalin. Rabbana atina fid dunya hasanatan ay ni'matan. Të janë 7 komentet e mufesirave dhe komentatorëve të muslimanëve se si e kanë komentuar duan e Kur'anit ose duan e shpesht të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pastaj duaja tjetër, cila pjesa e kësaj duaje, wa fil akhirati hasanatan. O Allah, na jep edhe në ahiret të mira. Për në dunja, këto 7 komente. E dyta, o Zot, na jep në ahiret të mira. Çka është e mira e ahiretit? Kanë ardhur 3 komente nga dietarët e muslimanëve. 3 komente në fjalën e Zotit xhelle xhelalu dhe duan e pejgamberit alayhi salatu wassalam, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirah. Edhe në ahiret na jep të mira. Komenti i parë është se e mira në këtë jetë është çfarë? Xheneti i Zotit. Pra o Zot, na jep xhenetin në ahiret. Allah na bëf nasib të gjithëve ya rabbal alamin. Mos me kanë të ndërum xhamat. Brenga, shqetësimi, qëllimi, objektivi kryesor që ne ta mrim xhenetin, dunjaja është azap i madh. Dunjaja është azap i madh. Ti çdo ditë, çdo të rrotulluar të orës ti plakësh. Ti e shep pleqërinë tënde në sahatin tënd. Çdo xhumë që kalon ti je më plak se xhumaja kalume. Çdo xhumë që vjen ti je më i lodh se xhumaja kalume. Çdo xhumë që vjen, ti je më nga dekë se xhumaja kalume. A kupton se koha ta vadimisht të konsumon. Andaj ki konsumim duhet me u shoqëru me çfarë? Me përgatitje për ahiret, se për ndryshe është i mjeruar mbiri Ademi. Wal asri innal insana lafi khusr. Allahu do të pasha kohën çdo njeri i mjeruar. A nuk e shaqit ha koha? A nuk e shaqit ti si kanë që shtu i dopt? Je kanë më i fort. Mirë po, me kalimin e kohës, me kalimin e viteve, me kalimin e ditëve, ti e bo më i dopt, më i vishkt, më i lodht, më i rrëskapit, më pa vullnet. 70 vjeçari, a e ka vullnetin 20 vjeçarit? Jo. Nuk e ka. As takatin se ka, as mundësin se ka, as kur gjo nuk ka. Për këtë arsye, besimtari i lumtur është ai i cili përgatitet për ahiret dhe e shfrytëzon këtë zaman që ja ka dhënë Zoti në këtë dunja, këtë orar, për me mbush ahiretin e tina. Andaj kuptimi i parë, wa fil akhirati hasanatan, na jep o Zot të mira në ahiret, është xheneti i Allahut subhanahu wa taala. Allah i ka kriju besimtar për xhenet. Inna Allah ashtara min al-mu'minina bi anna lahumul janna. Allah i ka ble shpirtat e besimtarëve me udhën xhenetin. Allah na bof nasib ya rabbal alamin. Kjo është kuptimi i parë. Pra xheneti është e sinuara me këtë fjalën, o Zot na jep të mira në ahiret. Komenti i dytë që ka ardhur nga Aliu radhiyallahu an, se ka thënë Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan, dhe na jep edhe në ahiret të mira, cila është, ka thënë hyrit e xhenetit.
Thot që Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kjo e dyta hite e para. Kjo e dyta hite e para. Pra o Zot na jep prej hyrive të xhenetit. Dhe e treta cila është, ka thënë el afwa wal muafat. Ka nga Hasan al-Basri dhe Sufjan al-Thawri rahimahumullahu taala. Ka thënë Hasan al-Basri dhe Sufjan al-Thawri, ka thënë wa fil akhirati hasanatan, cila është shëndeti në dunia, maghfireti në akhirat. Cila është ajo? Me të fal, dunja ke shëndeti. Atje i thënë af. El afi jo këtu, af është atje. Që dallon? Në dunja o Zot shëndet, në akhirat maghfiret. Pra, ma mund sot fal në këtu, atje falmi gjunaat. Kjo është komendja Hasan al-Basriut në fjalën e Allahut subhanahu wa taala dhe në duan e pejgamberit alayhi salatu wassalam, wa fil akhirati hasana, dhe më jep të mira në akhirat. Por tre komente: xheneti, hyrit dhe falja e gjunaheve pa hin xhenem hiç. Falja e gjunaheve pa hin në xhenem hiç. Pastaj e ka vërtetu këtë dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me fjalën e tij: wa qina adhaban nar, dhe na shpëto o Zot nga zjarri i xhenemit. Realisht, a nuk është hyrja në xhenet e përfshime me mos hyrjen në zjarrin e xhenemit? Po. Mirë, po e ka theksue. Pse e ka theksue? Kur theksohet një sen pas të përgjithshmës, për shkak të veçorisë. Por që më thëtë Allahu te bareke ve teala, innal ladhina amanu wa amilus salihati, ata të cilët kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira. Vepra e mirë është me imanit. Pse e ka theksue? Se është që ta mos me harrue. Apo, ti për shembull, i thue fëmijës shkon në shkollë. Apo shkon në shkollë, edhe pastaj ashton edhe një fjali, edhe mëso. Pse i thue edhe mëso? A ka drejt nxënësi me thonë, e vladi, po unë për shka shkoj, aty për me mësu shkoj, jo më unë se me lujt. A shkolla, po ti lunë që ish lunë shumica, fatkeqësisht. A shkon, e ka bo shkollën si vend ku prezentohen stolite dhe bukurite e femrave, Zoti u Zot ja Rabbul Alamin. Apo, dhe ti shef, andaj ti i thu, shkon shkollë dhe mëso. Për çfarë i thu dhe mëso? Ajo shkolla për me mësu është, po ti a thekson si mos të nxjerrë shkolla për diçka tjetër. Andaj shiko, pejgamberi sa kur ka lip xhenet, ai natyrshëm e ka lipës me një xhenem. Po pse ka thënë wa qina adhaban nar? Amaruna bizari xhenemit. Se kjo duhet mu theksuhet të ndërum xhamat. Duhet mu theksuhet, sepse nuk ka mundësi me kalu robin xhenet pa ju dhënë vula se si e xhenemli. Edhe xhenemli janë dy forma. Xhenemli bëhet në dy forma. Hea tellës del kur, runa Zot, kjo është për pabesimtarët. Dhe për besimtarët ka mundësi për shkak gjunave. Hinta dhe duhet mu ula, mu pastrua dhe me nxjerr kreta mëkatët, mi konvertu në zjarr. Pastaj kur ti harxhosh mëkatët me xhenem, atër me një zjarr, me një xhenet. Çka ka thënë alayhi salatu wasalam? Ya Rab, hiç xhenem nuk du me i. Qina adhaban nar, na ruaj nga zjarri i xhenemit. A shikoj të ndërum xhamat tash, ka fillu pak temperatura, me hin kod verës, ala as kemi hin zyrtarisht, apo ka filluar ojo pak si nxat xhamia, pak si nxat, u nxato. Nxato dhe kit kjo është veç një frimarje vjetore që vjen e vera dhe dimri i xhenemit. Veç një frimarje. Çka thoni Ibn Qayyim el-Juzeyy? Komplet dunjaja pse ka kriju Zoti, derisa ta përmbyllë epilogin, është veç një frimarje ahiretit. Aty jep zor. Apo, shiko kjo vap, edhe vapat çka të vinë. Allah na ruaj nga vapa dunjas edhe ahiretit. Është veç një frymë e xhenemit. Po atje mrena? E çish është mundshme ta nditën me lip klin e flllat në këtë dunja e nuk të shkon mrena ditës me thon, o Allah, qina adhaban nar, runa bi xhenemit. Kinzat, kjo është veç një frimarje atjeshit. Po me na fut Zoti atje, Allah na ruaj. Andaj, lute, këtë nxet shfrytzoje me ta kujtu, o Zot, nëse nuk durohet ky zhek, ti 1 kilometër në këtë vap mi ba, këtë zhek, të myt, të njërësit, po para mëna vapa ahiretit, vapa e xhenemit. Ata ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, wa qina adhaban nar, dhe ka theksu, ka thënë, o Zot, na ruaj nga zjarri i xhenemit. Kjo është duaja më e shpesht që e ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, duaja tjetër
që e ka bërë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam është duaja të cilën thotë Abu Huraira, kam dëgjuar Muhamedit alayhi salatu wassalam duke bërë këtë dua. Cila është duaja? Ka thënë Allahumma inni a'udhu bika min al-faqri wal-qilla wal-dhilla wa a'udhu bika min adlima aw udhlama. E ka bërë këtë dua shpesh pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Çfarë ka thënë në këtë dua? Ka thënë: O Allah, kërkoj mbrojtje prej teje, të më ruash nga fukarallëki. Nga fukarallëki. Fukarallëki të ndërum xhamat është krizë shpirtërore, fizike, morale, mendore e fukarajës. Njerëzit për shqati fukarallëkit vrapojnë, nxitojnë me e largue. Apo, kur thet njeriu për çka po lëviz për idare, kjo me fjalë tjera mos jetë fukara. Për këtë arsye kanë ardhur disa transmetime se fukarallëki çon kufër. Pse çon kufër? Se çon të zëngini, e zënginit nën kushte që ka mundsi janë kufër. Thot banë çta si dush. Ajo si dush, mes imanit dhe kufrit, Zoti na ruaj. Andaj, shiko, ka bëu dua pejgamberi sa, o Allah, ruajmë bi fukarallëkit. Ruajmë bi fukarallëkit. Dhe fukarallëkit kemi dy lloje. Sigurisht që kemi zënginllëk dy lloje. Fukarallëk i mungesës pasurisë konkrete dhe fukarallëk i mos plotësimit nevojave tua me pasurinë që e ke. Për këtë dytën është lut pejgamberi alayhis salam. S'ka thonë o Zot bjerën parë mu, ose largoma ti mua numrin e vogël të pasurisë. Jo. Ka thonë më bën që fukarallëki mos të munoje mua. Ka mundësi mos me pas, në rregull, po të kam sabër që ta të kaloj. Atë është fukara. Fukara është ai njeri i cili me të ardhurat e vet apo me çat rrezik që ka, s'është i kënaqur, kjo fukara. Fukarallëku. Atë ka bëu dua, ka thonë o Zot, ruaj fukarallëkin. Më ruaj nga fukarallëki. E dyta ka thonë wal qilla. Dhe më ruaj nga qilla është diçka e pakt, e vogël. Ka thonë dietar, kur ti Zoti çon begati, po ti thu pak me kjo. Ka thonë sa o Zot, ruaj për kësaj. A kjo e mit njerin, a këtë parë dhe këtë dytën, në zamanin tonë, zamanin e kapitalizmit dhe materializmit e jetojnë më të madhe. Ka shtëpi, ka evlat, ka familje, këti ja ka dhënë Zoti i Madh xhelal xhelal. Apo ka me hangër. Mi po vazhdimisht isha pak me kjo, pak me pas gruaja, pak me pas evlat, pak me pas shtëpinë tonë, pak me pas shëndetin, pak dhe ishe pak. Dhe kjo e pak të e mit njerin. Dhe ti në momentin që ka e shep pak nuk falenderon. Ti në momentin që ka thu, po kjo pak është. E po mi ti mor. A dhe shiko që ka po dua për nga mesam, wa a'udhu bika min qilla. O Zot, ruje mos ta shohim në metin tanë pak. A në kulmin e këtë kësaj të ndërum gjemata di cila, ta shohësh imanin dhe islamin pak. Sa të në ndodhë këtë ndërum gjemat. Ti cili falë 5 kohë namaz, kjo në shumë. Kjo në begati e madhe Zotit Gjellë Gjellali. Të ka beku Allahu shumë, të ka begatu me të mirat e dunjas dhe ahiretit. 6 miliard njerëzit deklarohen që janë musliman. Po për muslimanve që deklarohen që janë musliman, sa për tyre i binë Allah i sejsh dhe 5 herë. Sa? Apo, e ti ta ka mundësu Zotit menu balin tanë 5 herë sejsh dhe. Kjo Zotit ta ka mundësue. Dhe ty së një shelaku kur Zotit ta ka mundësue. Mos e shif pak. Islami o shumë të ndërum gjëma. Allah dhe ka thonë këtë islam begati dhurat pitina. Dhurat pitina, sikur që ka thonë disa prej ulemave. O Allah, na e ka thonë islamin pa e lip. Ti na e ka thonë begati neve. Ti s'ki ti studiu për islam, s'ki hulumdu për islam. Zotit ta ka bëhe nasib, ke qëllua në vende ku thirët e zani dhe je bo pjestari i kësaj feje, ke një thirë. Ka thonë, o Zot, na e ka thonë islamin pa e lip. Jep na gjenetin se na të lip. Ti islamin e ka thonë pa e lip. A na natë ditin a do thonë, o Allah, na e bën nasib gjenetin se na të lip. Allah na bën nasib ja Rabbel Alamin. Allah mos e shif pak, 5 kohë namaz, shumë. Që agjeron, shumë. Në kuptimin e begatijës. Na lutemi na ba kabul. Mos e shif pak. A'udhu bika min qilla. O Zot, ka thonë, rujem mos ti numroj begatit e mia pak. Apo, e qel njeri frigoriferin e vet, çfarë ka thonë Zoti? Mos e shif pak oj vlla. Elhamdulillah. Ujtë se ki, elhamdulillah. Qa do begati që ki, elhamdulillah. Dhe o Zot, dikush s'ka hiq. Dikush hiq s'ka, se uj me pi. Ti nëse ki me hangër e me pi, elhamdulillah, natë të dit. Apo, dikush s'ka as frigorifer. Ti ki barë më nështë ta ki frigorifer. Dikush as frigorifer s'ka. Dikush as spi s'ka. Apo, dikush se ti krije ku e ka pi luftës. Pi ka gazepit, bisikletit. Andaj, ka po dua për nga mësëm ka thë, o Allah, rujem nga zhvlerësimi i begatis. Më stashonë e pak këtë mund, që kjo punë e madhe. Pas e ka thënë, u dhille.
Dhe ka thënë: o Allah, më ruaj nga poshtërsia. Mos ma mundëso më poshtërsue. Qysh poshtërsohet të ndërum njeri? Poshtërsohet në mënyra ndryshme. Është iftiaç për diçka, është nevojtar për diçka. Poshtërsohet veç ta mrije ata. Andaj, bëu krenar, bëu me dinjitet. Apo, po mos e nënçmon kërkan. Mos u tall me kërkan, mos e shkel kërkan, ama mos të shkel e kërkush. E dinjiteti muslimanit është shumë i madh. Krenaria e muslimanit është shumë e madhe. Apo ka thënë Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, kur na mashtron dikush në mend Allahut në mashtrona. Ka thënë baba i vet Omar Khattabi, ka thënë mashtrues nuk jam, ama mashtrues nuk mashtron kërkush. Dhe këtë njerëzit nuk po e kuptojnë se ti pse si e mashtrues, nuk kupton se kupton hilën. E ti kuptoj e hilën, mos ban hile. Ti kuptoj e haramin, mos ban haram. Apo ti thonë di ç'jam me vedh, mos vedhe. Unë di ç'ish vedhën. E marr të hujna, mos du me vedh. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi sa, o Allah, ruajem nga poshtërsia, nga çnderimi, sepse ajo është pozitë e rëndë. Pas e ka thënë wa'udhu bika an adlima aw udhlama. Ka thënë o Allah, më ruaj mos të bëj zullum dhe mos të mbaj zullum. As mos të bëj dikujt, as mos të mbaj dikush. Dhe kjo është dua e madhe pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, që do ta shpjegojnë edhe më gjanë pastaj në khutbe. Këto kanë qenë disa prej duave të pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, të cilat i kanë nxjerr Imam Buhariu në kapitullin Da'awat an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, lutjet e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, dhe pastaj do të shohim se ka edhe disa prej duave të tjera Muhamedi alaihi salatu wassalam. Elusim Zotin e Madh xhela xhelalu, që Allah subhanahu wa taala të jap të mira në dunja, na jap të mira në ahiret, dhe na ruan bizarit të xhenemit. Elusim Zotin e Madh xhela xhelalu, që Allah na mundson që të hajmë prej halalit dhe të na pastron prej haramit, na largon prej haramit. Elusim Zotin e Madh xhela xhelalu, që Allah subhanahu wa taala na ruan nga fuqarallëki, na ruan nga zhvlerësimi i pasurisë, na ruan Allahu nga poshtërsia, na ruan Allahu nga zullumi që ne mund ta bëjmë apo mund na bën dikush neve. Elusim Allahu subhanahu wa taala që Zoti jon xhela xhelalu muslimanët ku diçka në përbot Allahu të ndihmon, fuqarat, skamnorët, nevojtarët, bonjakët, jetimat, të gjithë që kanë nevojë për rahmetin e Allahut, Allahu t'i mëshiron edhe neve bashkë me ta. Elusim Zotin e Madh xhela xhelalu, që Allahu subhanahu wa taala na mundson që të përfitojmë nga libri i Zotit, nga suneti i Muhamedit alayhi salatu wassalam, dhe të zbatojmë ato në jetën tona. Elusim Allahu subhanahu wa taala që Allah na mundson të jetojmë si musliman, të zhvillohemi si musliman, dhe amanetin e fundit, frymën e fundit Allahu t'i japë me iman. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.